Isha duke menduar për kryqëzimin e Zotit Jezus. Në fakt, gjatë gjithse është diçka që kur kalon një situatë apo një festë siç është Pashka apo Krishtlindja, gjithmonë ti fillon dhe vazhdon meditimin, mendoj është njësoj me ju. Edhe një ndër gjërat të cilat mua më bëri shumë përshtypje gjatë kësaj jave ishte muhabeti i kryqit. Ai muhabet që plasi në kryq. Aty ku ishin Jezusi fliste me atin, kriminali fliste me Krishtin, tjetri fliste me kriminalin tjetër, Krishti fliste me atë që e shikonte që ishte i penduar, edhe ishte një lloj marrëdhënie shumë e bukur. Në fakt nuk e kisha pa më përpara se si ishte kjo marrëdhënie midis Jezusi me atin, edhe dy kriminalet me njëri tjetrin, me Jezusin, dhe ishte tamam ai simboli i kryqit, ishte tamam muhabet kryq në Bibël. Nuk e dija e ke vënë re apo se ke vënë re. Edhe përtej kësaj pastaj ishte duke menduar për Golgotën, për vendin ku Jezusi u kryqëzua. Edhe më kujtua që disa kohë më përpara kam predikuar në Kish për kokën e Goliathit, që Davidi e mori dhe e preu. Edhe ai shkoi dhe e groposi në Golgota, në vendin ku vetë Zoti Jezus mbi kokën e gjigantit u kryqëzua. Është bekim shumë i madh, fakt kur e shikon Biblën dhe e lexon edhe fillon duke studiuar, duke parë me vëmendje çfarë ka ndodhur, pse gjërat gjithmonë janë në një vend apo në disa vende, a kanë lidhje me njëra tjetrën. Edhe doja sot të lexoja nga Zanafilla kapitulli 22, është momenti kur Perëndia i flet Abrahamit dhe Perëndia i thot Abrahamit që merre djalin tënd dhe ti do ta çosh për ta flijuar. Mbas këtyre gjërave Perëndia, pra Zanafilla kapitulli 22 vargu 1 thot, mbas këtyre gjërave Perëndia e vuri në provë Abrahamin. Dhe i tha, Abraham, ai u përgjigj, ja ku jam. Dhe Perëndia tha, merre tani birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun, shko në malin e Moriave. Po të vazhdosh duke e lexuar, duke studiuar çfarë është mali i Moriave, dhe është shumë interesant fakt, edhe do doja të flisja pak për këtë gjë. Dhe sakrifikoi, thot, në një nga malet që unë do të tregoj. Pra, faktikisht mali i Moriave është një varg male, nuk është thjesht një mali vetëm. Edhe faktikisht është më shumë me kodra se sa është me male, por ashtu është e quajtur aty në Jeruzalem nuk ka diçka më të madhe se sa ajo. Dhe është me kodra, me maja të ndryshme. Në një nga vendet ku unë do të tregoj, thot, ti do e çosh birin tënd. Dhe vargu 3 thot, kështu Abrahami u ngrit më një herë në mëngjes, vuri samarin gomarit, mori me vete 2 shërbyes dhe të birin Isak dhe çaudru për sakrificën. Pastaj u nis drejt vendit ku i kishte thënë Perëndia të shkonte. Ditën e tretë, Abrahami ngriti syt dhe pa se së largu vendin. Atëherë Abrahami i tha shërbyesve të tij, rini këtu bashkë me gomarin, unë dhe djali do të shkojmë deri atje të adhurojmë, pastaj do të kthehemi pranë jush. Kështu Abrahami mori dru të sakrificës dhe i ngarkoi mbi Isakun, birin e tij. Pastaj mori në dorë të vetë zjarrin dhe u nisën drejt të dy. Shikoni çfarë ndodh. Zoti i thot, ti do shkosh thot në malin e Moriajve, atje thot ku unë do të tregoj, thot ti do ta sakrifikosh birin tënd. Dhe birin tënd që ti don shumë. Është shumë interesante. Sepse Zoti ishte duke folur për një dashuri jo të vogël. Nuk ishte duke folur për një sakrificë për diçka e cila nuk ka dhimbje brenda. Por i thot për birin tënd që ti e don shumë. Nuk e di për ty, por imagjinoni Abrahamin mbi 100 vjeç që djalin që e kishte shpresuar
100 vjet që të vinte si trashëgimtar, vjen një moment që Zoti i thot, ti do ta sakrifikosh atë. Dhe ajo që mua më bën gjithmonë të mendoj për këtë pjesë është, si është e mundur që ky burr në asnjë moment nuk i tha Zotit pse. Nuk i bëri Zotit një pyetje, ore, si e ke hallin, përse duhet që unë atë djalë të cilin ti ma kishe premtuar, prita kaq vite, ti ma dhe me premtove që nëpërmjet këtij unë do kisha një popull, si është e mundur që tani ti thua merr dhe sakrifikoje. Por Bibla na tregon një gjë shumë interesante. Bibla na tregon se Abrahami ishte personi i cili quhej njeriu i besimit. Dhe njeriu i besimit do të thotë personi i cili kur Perëndia flet, nuk e vën në dyshim fjalën e Zotit. Jam i bindur që ai nuk e shihte fundin e historisë. Ai nuk e shihte se si do të ishte, cila do ishte arsyeja e sakrificës së Isakut. Por ai ishte i bindur për një gjë. Zoti ishte personi të cilin ai duhej t'i binte, sepse ai do bënte diçka shumë të madhe nëpërmjet asaj, nëpërmjet bindjes që Abrahami do t'i bënte. Dhe mori thot, drutët dhe avuri djalit në shpinë dhe ngjiteshin së bashku në mal. Dhe ai kishte në dorë zjarrin, ku ai ishte i bindur cilat do ishin hapat që do hillte për ta sakrifikuar birin e tij. Ashtu në fakt si Krishti në vijën dolorosa. Bibla thot ai mbante në kryq, në shpinë kryqin e tij dhe ecte. Dhe shkonte drejt një vendit ku ishte krejt ndryshe. Fjala e Zotit na tregon që Abrahami ishte një person që e besonte Zotin. Por kishte një ndryshim shumë të madh midis Abrahamit atë dhe atit Perëndi. Si Abrahami, ne shohim shumë njerëz të tjerë në Bibël. Por si ati Perëndi, ne nuk shohim dhe nuk kemi për të parë kurrë. Dhe unë jam i bindur që nëse ne shikojmë dhe lexojmë Biblën duke e parë me këtë sy, që ne jemi trupi i Krishtit, ne jemi njerëz të cilët në fakt ngjasojmë me Zotin. Për shkak se ne jemi në shëmbullimin, ne jemi krijuar në shëmbullimin e Zotit. Ama si Zotin nuk mund të shohim dikën tjetër. Dhe jemi bindur që Abrahami ishte person i cili kishte parë shumë njerëz në këtë botë, në atë botë në kohën kur ai jetonte. Kishte parë shumë gjëra, kishte parë shumë ngjarje, shumë luftra. Njerëz të ndryshëm. Por Abrahami nuk kishte arritur të shihte kurrë një Perëndi ndryshe si ai të cilit ky ju qua dhe tha, unë do të bindem ty. Ai kishte parë zotër të kombeve të popujve të tjerë. Dhe ndoshta edhe i kishte krahasuar me Zotin të cilin ai e kishte thirrur në emër. Dhe ai kishte thënë, si ky Zot nuk ka të krahasuar. Nuk ka një tjetër, nuk ka një Zot të dytë. Dhe ky Zot ishte Zoti që vendosi që ti bindej dhe të besonte se ai e dinte se çfarë do të ndodhte. Fjala e Zotit vazhdon duke treguar se si faktikisht Abrahami shkon në kodrën, në malin ku Zoti e kishte quar, e kishte vendosur që aty ai të sakrifikonte birin. Vuri drut, vuri edhe djalin. Dhe engjulli i Zotit thot, nëse vazhdojmë duke lexuar historinë, i thot Abraham, thot të lutem, thot mos e ngre thikën kundër djalit tënd. Në fakt e ngriti. Mos e prek. Ti thot hapi syt dhe pa
qengjin që ishte siguruar nga qielli. Që Zoti kishte siguruar. Dhe Abrahami zgjidh djalin, edhe të lutem ma dërgo tek vargët 13-14 në fund. Edhe atëherë Abrahami thot ngriti syt dhe shikoi dhe ja përpara tij një dash i zënë nga prej brirësh në një kaçub. Kështu Abrahami shkoi, mori dashin e tij dhe e ofroi si sakrificë në vendin e të birit. Atëherë thot Abrahami, e quajti këtë vend Jehova Jara. Perëndia siguron. Dhe prandaj thot, edhe sot e kësaj dite të thuhet, do të furnizohet nga mali i Zotit. Nëse vazhdojmë dhe lexojmë Biblen, ne shohim historinë që në kohën e mbretit David, të lutem nxirri vargjet e tjera tek 2 Samueli, kapitulli 24, nuk do ta lexoj gjithë historinë, por Zoti, Davidi shkon dhe këtë vend ku ishte vendosur Isaku për të sakrifikuar, këtë vend, ai shkon dhe e blen si ar. E blen dhe aty ai ngriti një muran për Perëndin. Më duket fjala muran më shqip se sa një përkujdimore. Edhe aty ai donte të tregonte që është vendi ku me të vërtet Zoti siguron. Fjala Zotit vazhdon duke treguar se në të njëjtin vend ku Davidi e kishte blerë këtë tokë, biri i tij Solomoni vendosi të ndërtonte tempullin e Perëndisë. Në vendin ku Abrahami vendosi për të flijuar birin e tij, të vetmin, atë që donte shumë, në atë vend, u vendos që të sakrifikonte, u vendos që të ndërtohej tempulli i Izraelit. Po të shkosh sot në Izrael, jam i bindur që vetëm në qoftë se do të kesh një Ciceron për t'i treguar këtë gjëra, sepse po flasim për një kohë ku faktikisht koha, edhe një nga fillimi zanafillën të lutem, koha në kur Abrahami, Zoti e thret, kishte një periudhë që afërsisht ndahej, afërsisht 1000 vjet nga koha ku Abrahami shkon për të sakrifikuar birin e tij Isakun, deri në kohën ku Davidi vendosi për ta blerë këtë kodër, ishte afërsisht 1000 vjet. Fjala e Zotit thot që Zoti thot, ti do shkosh thot në malin e Morajve, atje ti do të sakrifikosh djalin tënd. Dhe shumë interesante po të studiosh vargmalin e Morajve, ti do të gjesh që mali më i lartë, kodra më e lartë, është Golgota. Përse nuk u ndërtua tempulli i Izraelit në kodrën më të lartë? Sepse Zoti Perëndi, jam i bindur që kishte përcaktuar që qëllimi që Perëndia kishte për njeriu ishte shumë herë më i lartë se sa ndoshta flijimi i çdo gjëje tjetër që mund bëhej dikun tjetër. Dhe jam i bindur që Perëndia jo më kot përcaktoi një kodër që është më e ulët. Kodra ku faktikisht më vonë, që pra për sakrifikimin e Isakut, ku ishte sakrifica ku ai bëri me anën e këtij dashit. Sepse do ndërtohej tempulli i Izraelit. E pastaj në këtë tempull do vazhdoheshin sakrificat e kafshëve të ndryshme. Brez pas brezit, derisa do vinte koha ku në kodrën më të lartë, në majën më të lartë të vargmaleve të Morajve, do të vinte dhe do të shkonte dhe do të kryqëzohej
vetë Zoti Jezus. Shumë e çuditshme prapë në qoftë se vëmë re me vëmendje të gjithë këtë histori. Davidi bën dy gjëra. Ai bën gjën e parë si bari dhe gjën e dytë e bën si mbret. Gjën e parë si bari, ai merr kokën e Goliathit dhe në kodrën më të lartë të vargmaleve të morajve, shkon pra në Golgota, ai vendos dhe kokën e Goliathit, që ishte ai që friksonte popullin e Perëndis, ai e gropos aty. Dhe këtë e bën kur ishte bari i thjesht. Dhe në kohën kur ishte mbret, ai shkon dhe blen kodrën ku Abrahami kishte vendosur emrin Jehova Jara. Perëndia është Zoti që siguron. Perëndia është Zoti që jep. Dhe aty u ndërtua ky tempull. Kalojnë shumë shekuj më vonë. Dhe vjen koha kur Zoti ynë Jezus në tokë kthehet dhe bëhet njeri. Vishet me mish. Shumë njerëz më thonë nga një herë, sidomos në këto komente që shkruajnë në Facebook, që ti po e deformon fjalën e Zotit. Sepse fjala e Zotit thot u bë mish. Po mirë, mishi ishte Perëndia, po ishte Perëndia që kishte hyrë në mish. Sepse fjala Perëndis, më pyeti njëri një ditë, tha, si është Zoti jot? Zoti im është si shpirti, thashë. Si shpirt? Është si shpirti, thash. Nëse duhet mi thënë dikujt është si shpirt, është Zoti, por nuk është shpirt, por është frym. Dhe është frym që jep jetë. Nëse njeriu ka shpirt, shpirti është frymjetet, Perëndia ka frymen që jep jetën tek çdo gjë. Duke filluar nga milingona, duke filluar nga një amebët, duke filluar nga gjërat që ndoshta janë në errësirën më të madhe, por brenda kanë jetë. Është Zoti atë i cili ju ka dhënë dhe jep, është Zoti që jep frym jetët. Perëndia është Zoti i cili erdhi dhe u kthye dhe u bë njeri. Dhe në fakt ajo që unë dua që çdo njëri nga ne të jetë duke menduar për këtë që ka ndodhur në Golgota. Është vepra e shpëtimit për çdo njëri nga ne. Po të vazhdojmë duke lexuar fjalën e Zotit. Vazhdo të Samuelit, të Romakët kapitulli 4, vargjet 24-25, fjala e Zotit thot, por edhe ne thot të cilve do të na numërohet. Neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej së vdekurve, Jezusin Zotin ton, i cili u dha për shkak të fyrjeve tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Fjala e Zotit thot që Zoti thot është personi i cili ka ardhur thot dhe ka vdekur për të sjellë diçka të cilën ne nuk mund ta kishim. Pra, nëse në këtë mal që u ndërtua tempulli i Izraelit, aty shkonin dhe bënshin shumë sakrifica. Nuk ishte mundur që njeriu të ishte justifikuar për mëkatin që ai bënte. Faktikisht, sakrificat e kafshëve të ndryshme që bëheshin në atë kohë ishin të përcaktuar sipas ligjit që të arrije që jo njeriu të justifikohej,
por njeriu në fakt të çfajsohej për mëkatin që kishte bërë. Edhe siç duke 3 ose 4 vite më përpara, është shumë interesante, e kam parë kësaj radhët, e dikush e kishte bërë si film animator edhe në Facebook e kam parë. Por çfarë ndodh? Kur ti çoje në tempullin e Perëndis, qengjin për të flijuar, fjala e Zotit thotë që vendosej dorën mbi kokën e qengjit, njeriu që kishte çuar. Dhe i gjithë qëllimi i kësaj ishte që të gjitha mëkatet shkonin mbi këtë qingj, dhe nga qingji vinte pafajësia përpara Perëndis tek njeriu. Dhe pasi ndodhi kjo, ishte momenti ku sakrifikohej qengji. Por tashmë ajo çfarë Perëndia donte të bënte më të lartën, ishte ajo që në fakt do ta bënte vetë ai. Por ne thot të cilve thot do na numërohet neve që besojmë në atë që ka ringjallur prej së vdekurve Jezusin Zotin ton, i cili thot u dha për shkak të fyrjeve tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Pra, vetëm nëpërmjet Krishtit, njeriu është justifikuar, nëpërmjet besimit pra në Krishtin, njeriu është justifikuar përpara Perëndis. Pra, nëpërmjet veprës së kryqit, nëpërmjet veprës së Jezus Krishtit, është justifikuar përpara Perëndis. Vazhdojmë duke lexuar vargje tjera tek 1 Korintasit kapitulli 15, vargjet 55-57. O vdekje, ku është gjemba jote? O ferr, ku është fitoria jote? O vdekje, ku është gjemba jote? Për shkak të mëkateve të njeriut, njeriu ishte i vdekur, ishte i dënuar me vdekje. Në qoftë se do të kalojmë tek Hebrejt kapitulli 9, ne shikojmë diçka shumë të bukur, që fjala e Zotit thotë duke qenë se është përcaktuar thotë që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Shumë i bukur ky moment. Tani më dëgjoni çfarë dua të lidh unë. Njerëzit vdesnin dhe vinte gjyqi për shkak të asaj që njeriu kishte bërë. Jezusi në kryqin e Golgotës, Perëndia e kthyer në kryqin e Golgotës, mori të gjithë mëkatin e njerëzimit. Dhe faktikisht, sipas Biblës, njeriu për shkak të mëkatit shkonte në ferr, dhe atje ishte gjykimi për shkak të mëkatit. Tani vjen Zoti dhe kthehet në njeri dhe vishet si njeri, dhe mbi trupin e tij në kryqin e Golgotës e merr të gjithë mëkatin e njerëzimit, dhe ai nuk shkon në ferr i gjykuar, për të gjykuar. Në fakt, Jezusi shkon deri atje vetëm për një shkak që të gjykonte mëkatin e çdo njeriu, të gjykonte çdo mëkat, sepse nëse njeriu arrinte të shkonte në ferr për shkak të mëkatit dhe gjykohej, kjo ndodhte për një arsye shumë të madhe, sepse njeriu ishte mëkatar. Por fjala e Zotit thotë Jezusi mori mbi vete mëkatin, por ai kur nuk mëkatoi. Dhe kjo ishte ndryshimi i të gjithë historisë së njerëzimit në të gjitha gjërat që ndodhin në këtë vargmal të morejve që Zoti flet në Bibël. Është një ndryshim shumë i madh. Jezusi shkoi atje, thot, kështu thot dhe Krishti pasi u dha veten një herë për të marrë mbi vete, thot, mëkatet e shumtëve, do të duhet për së dyti pa mëkat. Do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin për shpëtim. Pra,
Zoti Jezus në kryqin e Golgotës thot një fjalë shumë të bukur. Dhe fjala që Zoti Jezus thot në kryq është u krye. Kjo fjalë u krye do të thot që nuk ngeli mëkat pa marrë mbi trupin e tij. Më dëgjoni, e kam thënë dhe përpara disa kohësh në Kish. Ai mori mëkatin e gjithë njerëzimit, gjitha smundjet, gjithë mallkimin mbi këtë kryq. Dhe imagjinoni vetëm për një moment, imagjinoni. A me të vërtet mendoni se ky kryq në trupin e një njeriut do të mbante, arrinte të mbante të gjithë të fuqi ferrit, gjithë të keqe që ferri mbante mbi këtë trup? Unë jam i bindur që do të shkatërrohej jo një kryq nga kjo e keqe. Do të ishte një tërmet shumë i madh që do të ishte, sepse do të merrte mbi vete të gjithë pushtetin e ferrit, mbi vete. Dhe unë jam i bindur që Zoti ynë Jezus nuk ishte që po e mbante kryqi, por ai ishte në kryq duke e mbajtur kryqin ai. Sepse ai nuk kishte shkuar për të vdekur në kryq, por ai kishte shkuar në kryq që të mbante kryqin e njerëzimit, kryqin tim dhe kryqin tënd, kryqin e kujdo, ai e mbante atje. E ti je i bindur që nuk ishin ato 3 gozhda që kishin fuqi për të mbajtur Zotin. Zoti Jezus në kryqin e Golgotës, ai mbajti mëkatin tim, mbajti mëkatin tënd, mbajti mëkatin e të gjithë njerëzimit. Dhe kur ai tha u krye, nuk kishte ngelur mëkat, nuk kishte ngelur smundje, nuk kishte ngelur mallkim, nuk kishte ngelur ndëshkim. Pa marr. E kur e gjitha kjo ndolli, ai tha u krye. Uli kokën. Vetë. Përsëri. Dhe nuk vdiq. Fjala Zotit thot, dha frym. E kam thënë edhe një herë tjetër, nuk e di në Kish. Zakonisht njerëzit, nëse do ishin në kryq, vdisnin dhe ulnin kokën, se shkrehet trupi. Fjala Zotit thot, Krishti ul kokën dhe e dorëzon frymën. Ai është Zoti. Zoti në kryq. Dhe ky Zot në kryq nuk mund të vdiste. Ai mori vdekjen në trupin që kishte veshur. Apo në trupin që ai ishte mishëruar, që të mos më thot dikush pastaj, po e ndryshon Biblën. Në trupin që ishte mishëruar, mbi këtë trup, ai mori vdekjen për ta ndëshkuar vdekjen. Në qoftë se më përpara mëkati ndëshkonte njeriu me vdekje dhe pastaj me dënim të përjetshëm në ferr, Perëndia kishte ardhur i kthyer në njeri me një mision. Ai do të merrte mbi trupin e njeriu të gjithë mëkatin dhe do merrte edhe vdekjen mbi këtë trup, që pastaj të ndëshkonte çdo mëkat, të ndëshkonte vdekjen me ringjallje, që kushdo që beson në Krishtin nuk do të vdes, por do të ketë jetën e përjetshme. A mund të kem një haleluja?